Nga muaji i 6, së bashku me qumështin e gjirit, duhet I filloni edhe ushqime shtesë. Ushqyerja me gjih duhet të vazhdojë derisa fëmia të mbush 2 vjeç ose ta lër vetë gjirin. Zakonet e shëndetshme të ushqyerjes vendosen që në fëmijëri, ndaj mësojeni atë si të ushqehet. Ushqejeni ngadalë, me durim. Nxiteni me lavdërime. Shikojeni në sy. Mos e detyroni të hajë me forcë dhe mos harroni t'i flisni gjithnjë me dashuri gjatë ushqyerjes. Muaji i 6 është muaji I përshtatjes së fëmijës me ushqimet shtesë. Filloni me 2-3 lugë dhe vetëm një lloj ushqimi për disa ditë. Pastaj mund të provoni një ushqim tjetër. Në moshën 9 deri në 11 muajsh, jepen ushqime të grira holl dhe që fëmia t'i kap me dorë. Filloni të shtoni mish, peshk, të verdheze, domate, kunguj e të tjerë. Deri në 1 vjeç nuk rekomandohet dhënia e qumështit të lopës, shtimi I kripës apo sheqerit. Në moshën 12 deri 24 muajsh, fëmia provon të gjitha llojet e ushqimeve dhe ju duhet ta lejoni të ushqehet vetë. Vazhdoni të ushqeni me gjih gjatë natës. Mbas moshës 2 vjeçare, fëmia duhet të konsumojë ushqimet e gatuara për familjen. Sasia arritet deri në 250 ml, pra 1 filxhan I plot. Për fëmijën tim, jeta e mirë fillon nga një ushqyerje e mirë.